Përshëndetje gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 11 deri në datën 17 maj. Siç e dini, kemi dhe hënën në Akrep dhe unë kam postuar një video aty, por efektet e kësaj hëne do jenë gjatë kësaj jave. Kështu që do sjelli ndryshime të mëdha në jetën tonë, do ketë gjëra të vështira, por dhe intensive, por do ketë edhe zhvillime. Është një hënë e plot, do me thënë është një javë ku është dhe hëna e plot, ku do keni shumë presion. Duhet keni kujdes në lidhje me këto situata, do përjetoni momentet e fundit të vështira, sepse është kjo hënë e plot në shenjën e Akrepit. Akrepi ka planet Plutonin, ku i jep fund situatave të vështira dhe bën ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Gjithsesi, do preken më shumë gjatë kësaj jave shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Ujorit. Kryesisht dhjetëditëshi i tretë. Por është një periudhë, është një javë që do t'rregoj ato vështirësitë e fundit të mëdha që ju keni kaluar. Duhet të keni kujdes në lidhje me këto situata. Unë thjesht do t'ju jap edhe disa këshilla se si të menaxhoni situatat gjatë kësaj jave. Do ndikoj edhe në lidhje me anën ekonomike, do ketë perspektiva të ndryshme, duhet keni kujdes në lidhje me konfliktet, tensionet e vendi punës, por dhe pengesa që mund të jenë planifikuar gjatë kësaj jave. Gjithsesi, ekziston rreziku që ju të shpërtheni në lidhje me tensione të ndryshme, por gjithsesi është mirë ti menaxhoni në mënyrë të shëndetshme situata trazirash që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Dhe do jepja disa, në fakt do ndikoj shumë edhe në marrëdhënie, në kështu aventura të reja, zbulesat e aventurave të reja. Është një javë ku ju duhet keni kujdes, sepse është një hënë e plot gjatë kësaj jave që ka efektet e veta, që do ketë të vërteta të fshehura që do dalin në dritë. Por gjithsesi, mos u habisni kur të zbuloni që partneri juaj i ri, dhe këtu flasim për gjithë ata që janë futur në një njohje ose lidhje, mund të ketë disa sekrete që mban, mund të ketë disa martesa në jetën e tij, ose të ketë një përmbesa, nuk e di, nga martesat e mëparshme. Gjithsesi duhet jeni të kujdesshëm, sepse kjo hënë e plot dhe efektet që ka gjatë kësaj jave, gjithçka që mund të fshihet do zbulohet. Kështu që është një javë ku ju mund të takoni dhe persona, të bëni njohje të reja, nga kultura të reja, kultura të tjera, por në një mënyrë që ju nuk e prisnit. Do ketë njohje, tham, por duhet keni kujdes edhe në lidhje me turistat. Për gjithë ata që mund të kenë njohje gjatë kësaj periudhe, sepse do rezultoj një njohje që do jetë e përhershme aty. Thjesht duhet ta hapni syt për t'i parë gjërat mirë. Do jetë një histori dashurie, ndoshta e shkurtër, po mund të jetë edhe në plan të gjatë për një pjesë prej jush, por gjithsesi në lidhje me njohjet e reja të pazakonta, do përjetoni një dashuri të verbër. Për sa kohë do tregoni kujdes të nevojshëm në lidhje me situata të ndryshme ose me situata zhgënjimesh që mund të keni. Ndërsa në lidhje me anën financiare, kjo javë do t'ju bëj pak nervoz, mund të keni nerva të tendosura, do ketë përmbysje të planeve tuaja që mund t'ju irritojnë, por nuk duhet të bëni investime gjatë kësaj periudhe. Nëse mendoni të bëni një investim ose blerje të mëdha, është më mirë të bëni pak durim dhe në kohën që të filloj vera mund t'i bëni këto investime. Gjithsesi, është një energji e çuditshme gjatë kësaj jave për të hedhur themelet dhe hapa të reja në lidhje me profesionin tuaj, por dhe me punën tuaj. Dhe këtu flasim gjithmonë që ndikimet më të forta do t'i ketë, tham, shenja e Akrepit, shenja e Demit, shenja e Luanit dhe shenja e Ujorit.
Do keni bashkëpunime jashtë vendit, por edhe në lidhje me studimet, ndoshta nga një qytet në një qytet tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, ju do zgjeroni horizontet gjatë kësaj periudhe, por duhet të ruani qetësinë në lidhje me anën tuaj profesionale. Mund t'ju mërzisi një mesazh, një email, mund të ketë pasoja pak negative, gjithsesi ju numëroni deri në 10 për ta kaluar këtë fazë dhe pastaj të ktheni një përgjigje të një emaili ose të një mesazhi. Gjithsesi është një periudhë që edhe në lidhje me karrierën, por dhe në lidhje me anën tuaj financiare, është një javë që do ecni pak të tendosur në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, mos keni frikë, thjesht tregoni të kujdesshëm dhe gjërat mund t'i ndryshoni. Dhe disa këshilla që do jepja është mos reagoni shumë shpejt kur diçka ju zemëron gjatë kësaj jave. Guxoni të bëni një fillim të ri. Mos ikni nga frika e këtij fillimi të ri, sepse energjia e hënës së plot do t'ju mbështesi të veproni me vendosmëri. Dhe duhet keni kujdes nga iluzionet në lidhje me çështjet emocionale. Mbajini syt hapur. Jepuni kohë të rinjve që të vërtetojnë veten para jush. Mos i idealizoni ata. Dhe socializoni në mënyrën më të sigurt. Dilni nga një jetë e mbyllur, takoni njerëz ose mund të sjellë edhe takime të rastësishme gjatë kësaj periudhe në lidhje me turistat ose ju duhet të pranoni dhe ofertat që do keni për një kafe. Nëse dikush ju fton, atëherë pse mos ta bëni? Dhe një këshill tjetër është që mos merrni rreziqe ekonomike, financiare të pamatura. Është një periudhë jo e favorizuar. Ju mund të merrni riskje në lidhje me një investim që doni të bëni, mbasi të filloj vera, të kaloj edhe ky muaj. Gjithsesi, do fillojmë me tarotin për gjitha shenjat e horoskopit. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim si do jetë kjo javë. Dhe dolën vetë 3 letra. Ju shoh që ju do dilni nga situata të vështira që keni kaluar deri në këto momente, dhe shoh një çlirim në lidhje me situata të ndryshme që ju kanë tensionuar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh një të vërtet, ose ju do jeni shumë të vërtet, ose diçka e vërtet do dali për ju. Shoh që keni investuar shumë në një njohje, në lidhje ose në marrëdhënie tuaja, por keni marrë pak. Gjithsesi, është një javë çlirimi në lidhje me ju. Do keni fillime të reja dhe do jeni shumë të vërtet në lidhje me këto fillime të reja, por ju shoh që nuk e di, një pjesë prej jush mund të ndjeni dhe pak kënaqur, ose ju nuk duhet të idealizoni një person gjatë kësaj periudhe, se mund të takoni dikë për të bërë një fillim të ri. Dhe ju shoh që nuk e di, por në lidhje me këto mund të jenë situata tensioni dhe stresi që ju mund të keni kaluar dhe në lidhje me familjen tuaj ose në situata të ndryshme. Në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por unë shoh që një e vërtet do dali. Ju mbyllni situata të vështira dhe shoh fillime të reja. Një fillim i ri në dashuri. Ju mund të jeni dhe midis emocioneve dhe logjikës gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë është një periudhë që do t'ju japi mundësi ekonomike. Ju do keni ide. Do mbyllni një situatë të vështirë në lidhje me punën ose dhe nga ana ekonomike, dhe shoh një të vërtet që do dali aty, ose ju do t'i shikoni gjërat ashtu siç janë gjatë kësaj periudhe, do ndjeni më entuziast, më me logjik ju shoh. Por gjithsesi, një pjesë prej jush mund të jeni duke punuar shumë dhe keni, nuk e di, por të ardhurat tuaja kanë qenë më pak se puna që ju keni bërë. Por do t'i vi fundi dhe kësaj situate, sepse ju do harrini
të nxirrni një të vërtet në lidhje me gjithçka, me punën tuaj, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Gjithsesi, këtu kemi 2 herë hënën e plot, tregon çlirim nga situata të vështira, por tregon edhe një vërtetësi, diçka që ju do ta mësoni gjatë kësaj periudhe, ose ju do jeni më të vërtet në lidhje me gjërat që ju do kërkoni, në lidhje me njohjet, me lidhjet me marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen dhe jeni në energjinë tuaj. Shoh ndryshime të mëdha në lidhje me ju, ndoshta ju do ndryshoni situata, do pësoni një transformim shpirtëror në një rast, në rastin tjetër ju do keni ndryshime të mëdha në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Nuk e di, por bini pak të trishtuar në lidhje me humbjet. Mund të jetë humbja e një personi, humbje ekonomike, mund të jenë humbje, mund të ketë lidhje dhe me shëndetin tuaj, duhet keni kujdes me shëndetin, por ndërkohë dhe një lodhje e madhe fizike i shoh. Ndërkohë jeni në gjendje pagjumësie, gjendje stresi, ndoshta keni qenë për një kohë të gjatë në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Por gjithsesi jemi te 9-ta, nga 9-ta te 10-ta do dhe 1, kështu që ju do dilni shumë shpejt nga këto situata. Unë shoh ndryshime të mëdha te vendi i punës, ndryshime të mëdha në lidhje me studimet, ndryshime të mëdha, ju mund të ndryshoni vendin, mund të ndryshoni, të shkoni nga një shtet në shtetin tjetër, aty ju presin surpriza pafund. Ose në rastin tjetër mund të shkoni nga një qytet në qytetin tjetër. Mund të jetë një ndryshim shtëpie, një ndryshim profesioni, ose në lidhje me studimin, një ndryshim dege. Por ju shoh që bini ndoshta në një lloj trishtimi, thjesht dilni nga kjo situatë, sepse ju shoh edhe në lidhje me situata tensioni që mund të keni pasur dhe këto kanë vazhduar për një kohë të gjatë, dhe kjo mund të ketë lidhje për një pjesë prej jush në lidhje me një dashuri, me lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, që ju keni qenë në tension për një kohë të gjatë, dhe kjo gjë ju ka lënë pak pa gjumë, ndërsa në rastin tjetër kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me pjesën tuaj të shëndetit ose me lodhje fizike që keni pasur në të kaluarën, sepse kjo ka lidhje me mungesa që ju mund të keni pasur. Ju mund të merrni këto mungesa dhe në situata të tjera që mund të jeni. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju jeni në energjinë tuaj, sepse hëna është në shenjën tuaj dhe sjell ndryshime të mëdha, por dhe një lloj transformimi shpirtëror, por dhe ndryshime ekonomike, ndryshime në punën tuaj, në studimet tuaja, por dhe në lidhje me shëndetin tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Dhe dolën 3 letra. Dhe ju shoh, ju shumë entuziast ju shoh me këtë hënë të plot, kemi të energjinë e hënës së plot. Ju do keni mundësira, ju shoh. Do jeni duke menduar shumë seriozisht, keni marrë eksperienca në lidhje me të kaluarën tuaj dhe shoh lajme të mira, por do ndiheni në dilema. Thjesht mos lejoni frikën që t'ju pengojë në lidhje me fillimet e reja. Gjatë kësaj jave mund të jetë një marrëdhënie, një njohje, mund të jetë një flert që do keni gjatë kësaj periudhe, por mund të jenë dhe probleme nga e kaluara që ju kanë lodhur dhe nuk jepni do zgjidhje situatave.
Dhe kjo ka lidhje edhe në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ka lidhje edhe me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Duhet të jeni të hapur në lidhje, mos mbylleni kështu, sepse ju dëshironi të mbroni zemrën, por nuk jeni të hapur ndaj mundësive që do t'ju jepen. Dhe ndoshta nga zhgënjimet që ju mund të keni marrë ose në periudhën e mëparshme. Disa prej jush mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, por unë shoh që do merrni lajme të mira. Ose me zyra të ndryshme ku ju mund të keni punë gjatë kësaj jave, thjesht tregoni të hapur në lidhje me fillimet e reja, sepse këtu kemi dhe hënën e plot, kemi dhe hënën e re. Ju në me hënën e plot do ndjeni mirë, keni flerte, romanca, njofje, por ju nuk e pranoni të bëni fillimet e reja, sepse ju shoh që mbylleni brenda vetes tuaj, mendoni të mbroni veten nga situata zhgënjimesh të ndryshme që mund të keni kaluar në të kaluarën tuaj. Dhe kjo ka lidhje zhgënjime jo vetëm në lidhje me dashurinë. Kjo ka lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të ndodheni. Thjesht tregoni më të hapur, sepse është një hënë e plot që ndikon pozitivisht për shenjën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Unë ju shoh shumë mirë, shoh që ju do t'jepni drejtim emocioneve tuaja. Në lidhje me njofjet ose lidhjet që keni, por dhe në lidhje me persona, me njerëz që ju do takoni gjatë kësaj periudhe, ju shoh që ju mund të keni një njofje ose një lidhje që ky person mund t'ju habisi gjatë kësaj periudhe. Por shoh që ju do t'jepni drejtim njofjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, edhe pse mund të keni kaluar vështirësi në plane afatgjatë, përsëri ju do harini të dilni të jepni drejtim gjithçkaje. Ndërkohë shoh që kemi energjinë e diellit, do keni sharm, do ndjeni të lumtur, ju shoh, por gjithsesi ju dëshironi ose të jepni zgjidhje situatave deri në fund të kësaj jave, një njofje që keni, një lidhje ose marrëdhënieve, ose ju dëshironi të jepni zgjidhje situatave në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por edhe në situata të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi, është një javë që është mirë të shihoni të tashmen. Të shihoni këtë moment, këtë javë, ose momentet e bukura që ju mund të kaloni, ose të mira që mund të kaloni. Në lidhje me punën, dhe aty disa prej jush do jenë në udhëtime, do të jepni drejtim familjes tuaj, shtëpisë tuaj gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë ju do ndjeni shumë të lumtur në momentin që të jepni drejtim situatave, dhe shoh që disa prej jush mund të keni lidhje me institucione shtetërore ose me drejtësinë, me gjykatat, prokurorit ose diçka tjetër, por shoh që do të jepni drejtim çfarë do lloj situate që të keni dhe ka fillime të reja në lidhje me ju, sepse kemi hënën e re 2 herë këtu. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim çfarë energjie do na vi edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dhe karta trambet. Kjo kartra 2 herë unë doja ta fusja, por përsëri doli. Do të thotë diçka në lidhje me ju. Shoh që jeni përballur me shumë sfida, me shumë vështirësi, por ju ja keni dalë. Ju do gjeni forcën për t'i çuar gjërat para. Dhe këtu flasim, mund të jeni përballur me vështirësi në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
ose ju I keni vënë vetes qëllime prej kohësh në lidhje me për të gjetur forcën brenda vetes dhe për të vazhduar përpara. Do të jepni fund një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë, ju çliroheni nga këto situata dhe do pësoni një lloj ndryshimi, por gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione. Në lidhje me njohjet, ju dëshironi të bëni njohje të re, por do shihni që keni shumë konkurrencë te kjo njohje. Në lidhje me marrëdhëniet, mund t'ju ketë lodhur diçka për një kohë të gjatë, ndoshta një angazhim në familjen tuaj ose diçka tjetër, por ju do çliroheni nga këto situata, por gjithsesi duhet keni kujdes nga disa konflikte dhe tensione që mund të keni. Sepse ju jeni shenja e lirisë dhe Plutoni është një planet që sjell kufizime në lidhje me këtë gjë, por gjithsesi ju do harrini të çliroheni nga situata të ndryshme. Dhe këtu kam shumë hënën e plot. Ju mund të keni qenë edhe në konflikte për një kohë të gjatë në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Por gjithsesi është një situatë ku në lidhje me vendin e punës, ju dëshironi që të jepni drejtim situatave në punën tuaj, por ndërkohë do ketë dhe një konkurrencë të fortë e vendi punës, ku ju secili lufton për vete, ju dëshironi të luftoni për veten tuaj në lidhje me këtë konkurrencë dhe shoh që ju do çliroheni nga situata të ndryshme, por thjesht në fund të javës kujdesuni në lidhje me disa konflikte. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Keni kaluar vështirësi, ndiheni të lodhur, do çliroheni nga këto situata dhe është një javë vërtet që ju do t'i lini mbrapa këto, por duhet keni kujdes në lidhje me tensione, konflikte gjatë fundit të javës, një lloj konkurrence, dhe konkurrencë mund të jetë në dashuri, mund të jetë në punën tuaj, mund të jetë në studime të ndryshme që mund të keni ose edhe në situata të ndryshme. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Atëherë shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Dhe dolën 3 letra vetë. Ju shoh që jeni përballur me shumë sfida, me shumë vështirësi. Ka ardhur koha që ju të bëni një pushim sepse ju jeni ndjerë të sakrifikuar. Dhe karta ju thotë tu që merrni kohën tuaj, merrni një pushim për të gjetur atë për të përqetësuar veten tuaj. Gjithsesi është një periudhë që ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, sepse jeni ndjerë të sakrifikuar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju do filloni të analizoni situata të ndryshme gjatë kësaj jave, por ndërkohë një pjesë prej jush mund të kujdeseni edhe në lidhje me një person që mund të keni të afërt në lidhje me anën shëndetësore. Por duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj, sepse ju shoh që ndiheni shumë të lodhur, keni nevojë për një pushim dhe për t'i dhënë drejtim situatave. Për një pjesë tjetër, mund të keni lidhje me punën tuaj. Ndoshta ju I keni vendosur qëllime vetes dhe kërkoni që të arrini këto qëllime që I keni vendosur vetes me punën, me karrierën tuaj nga ana profesionale, por dhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe ju shoh që po sakrifikoni shumë gjatë kësaj jave. Gjithsesi, ju do analizoni situatat e ndryshme dhe do merrni një pushim gjatë kësaj jave, sepse ndiheni të lodhur. Do futeni brenda vetes tuaj, duke I parë gjërat më me ndoshta më seriozisht në lidhje me punën tuaj, në lidhje me dashurinë, ose dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Por edhe me qëllimet që ju I keni vendosur vetes. Qëllimet mund t'i merrni dhe situatat nga më të ndryshmet. Mund të jenë qëllime në lidhje me një dashuri, qëllime në lidhje me marrëdhëniet tuaja, qëllime me punën tuaj, nga ana ekonomike, me fëmijët tuaj, ose edhe në situata të ndryshme. Është një javë që ju thot të bëni një pushim,
sepse ndiheni të lodhur. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjohemi në video të radhës.